votuzve, zoti Matoshi, për arsye se e kanë votu, sa duhet me shkel kushtetutën nëse ligjin veç me dalë të votues. Ata as nuk po thonë që nuk po japim dorëheqje. Tash po e shohim, na e kemi kuptuar që nuk e kanë përcjell proceduralisht, nuk ka qenë rregull dhe kanë shkel kushtetutën. Faktikisht, po thonë i kemi deponu. Ta në qofë se na kapimi për pike, për presje, zoti Matoshi, është po vjen te për keq, mirë po në qofë se zgjatë kjo, ju keni mi kalu, ju në po e shoh që po bëhet një zgjatje për me i kalu afatet edhe ligjore, për arsye se kemi me pas... Cila është pojenta atëre pse? Këta po dojnë sa duket, po nuk janë edhe të qartë, se të kishim ditë që opozita po pretendon me bu një 61 vota, atëherë bilem e dim se po presim. Po në qoftë se vetë opozita asnjë s'kemi pas indikacion të vetëm që dojnë me bu, as nuk po dojnë, edhe as nuk po këta kanë pas të drejtë. Ato çka kanë ndodhur dje, ato duhet secili prej neve ta kuptojmë që opozita ka pas drejtë. Mirë, po tash po thonë që kemi dhënë dorëheqje. Tash përsëri po prolongohet ajo jo keni dhënë, ju s'keni dhënë dorëheqje, jo është deponu me kohë, jo s'është deponu me kohë. Çështja është nëse ka mu blloku, atëherë na ju keni me dalë fajtor që po e bllokoni kuvendin e Kosovës. A e dini pse? Se këta i kanë 43%. Domethënë një popullat goxha e madhe i voton këta, votues kanë mjaft që munden me interpretu gabimisht. Unë di shpesh i them gjana çka mendoj edhe në fund mos ndoshta interpretojnë tamam ata. Po nuk e di, nuk besoj. Ata unë vetëm po. Ama ka sens çfarë thot Pranvera shumë. Politikisht keni me sharuar kjo ka sens Mustafa shumë. Politikisht keni me humb zoti Mustafa nuk po bëheni bashkë për ta prezantuar një lloj alternative të qeverisjes, shembull në kuvend që të bëheni bashkë me deputet, edhe ta keni bashkë edhe nismën eventualisht edhe për ta shpërfaqur këto. Por ju çka po thoni është kjo. Jo, në idenë e shpërfaqjes së dilemës në cilën e ngriti Pranvera, po. Çka po thoni ju është kjo. Po pajtohemi që veprimet e kësaj qeverie në detyrë janë antikushtetuese e antiligjore, por ju deputetët e LDK-s bëhuni bashkë pjesëmarrës në këtë shkelje kushtetuese e ligjore, sepse ndoshta fitoni ndonjë poen politik. Po na po dojna që po thu ti Besian. Ti nuk je autoritet sikur që s'jam une. I vetmi person autoritativ me ligj, me kushtetut në Republikën e Kosovës Besian është gjykata kushtetuese. E siç duket në relacion politik, ftyra juaj te publiku, së paku te një pjesë e publiku që mendoj unë, po del që ju përmerrni rolin e gardionit kushtetues dhe i pithoni gjyqtarët. Rrini ju se na këtu jena gardianët të kushtetuesës, s'ka lidhje. Kur thot LDK-ja, edhe zoti Zemaj, është ke ligji, është më Jo, Blerim, s'po e marrim rolin e gardionit kushtetues. Blerimi ku mduket ose s'po don me lexu, ose s'po don me Matoshi, më jep veç 5 sekonda lutem. Nuk po e marrim rolin. Rolin e zbatimit të kushtetutës e të ligjit na e obligon kushtetuta. Pra nuk jemi çuna në mënyrë vullnetare me thonë po kem qef na mja bëj çështu. Po ju më kuptoni çashtu. Po besoni që ju e keni me vend. Kjo është e drejtë e juaj legjitime. Gjithsesi pra. Mustafa Vishte përfundim, fal, lutem. Kushtetuta deputetin e obligon që ta zbatoj kustetutën dhe ligjin. Sipas jush. Po pra, sipas leximit, analizës, kuptimit të deputetit. A mund tjetë analiza e deputetit Besian Mustafa totalisht gabim? Po more, shkojmë gjykate, vërtetojmë kush e ka pas mirë, kush e ka pas keq. Mirë po, brenda aftësive të mia, intelektuale, juridike, politike, tjera, kam obligim kushtetues ta zbatoj kustetutën dhe ligjin. Pranvera e meriton përgjigjen Mustafa në dilemën që e ngriti. Apo mendoni që ju përgjigjet? U përgjigja është e papranueshme. Pranvera është për ty përgjigja, jo? Kjo është prej anës zotit Mustafa sikur pjesë e LDK-s dhe deputet jashtë i Kuvendit Kosovës që po shpresoj që në seancën nesër kanë me certifiku vetën. Jo, me u betu se certifiku jemi. Me u betu në fajl. Me u betu, po ju në qofë se ja ep një rasin edhe gjithë betoheni, mo zoti Kurti nuk mundet më kthy zyrën e vetë, se nuk mundet me imbaj dy lojalitete. Ose është problemi aty, nuk është problemi a kthehet pas nesër zoti Kurti në kuvend apo jo. Pyetja është,
a shkelet ligji dhe kushtetuta apo jo. Dhe a don LDK-ja të bëhet bashkësmarrëse në këtë shkelje ligjore dhe ose kushtetuese. Besian, ju duni me ndo menën, ose keni me bo qeverinë e opozitës, ose keni me leju mu kriju një kësi, po jo me u bo një status quo, as nuk kryojnë dhe funksionalizohen institucionet e Kosovës, na i kemi votu, këndo që kena votu, do të më shku për para. Pranvera, ditën e parë, kur urdhna. Këndët që e ke votu, s'ke nevoj me shpalos. Këndët që e ke votu, a e ke votu për me zbatu